Kryebashkiaku i shkarkuar i Tiranës, Erion Velia, i ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale pas skandalit të zbuluar, ku dëshmitari italian Gabriele Taroni Logninotti u tërhoq nga akuzat që kishte bërë ndaj tij në Syri TV, duke pranuar se kishte shpifur në këmbim të parave që i kishin premtuar. Në një postim në Facebook, Velia i shkruan se prej kësaj gënjeshtre të parë nisën protestat e rreme. Në fund marsit dhe fillim prillit 2023, vetëm pak ditë para zgjedhjeve vendore, emisioni Piranjat në Syri TV publikoi 2 intervista që tronditën opinionin publik. Protagonist, një shtetas italian, Gabriele Taroni Logninotti, i cili pretendonte se kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, kishte marrë pjesë në blerjen e një incineratori të dështuar, pajisje që kompania Bruno Presezi SPA kishte marrë nga Rumania për skrap, pasi më parë se kishte shitur dotas në Zimbabwe. Piranjat raportuan se Logninotti ishte takuar disa herë me Veliajin, herë në Itali në zyrat e Bruno Presezit, herë në Tiranë, në Çokolati Italiani dhe restorantin Tribe. Historia shpërtheu në eter pak ditë para votimit. Prej 2 vitesh Piranjat janë në proces penal për shpifje, pas padisë së Veliajit në gjykatën e Tiranës, por java e fundit i ka dhënë çështjes një përmbysje të plotë. Avokatët e Veliajit depozituan të hënën një deklaratë notariale të datës 24 shtator 2025, të nënshkruar në Modena para noteres Rosa Chiarini, ku vet Gabriele hedh poshtë çdo akuzë që kishte artikuluar ai 2 vite më parë. Gjithçka ishte shpifje përpara, deklaron ai, dhe pas dëshmisë së rreme të transmetuar në emisionin Piranjat, nisën edhe protestat 2 vjeçare para Bashkisë së Tiranës. Reagimi plot i Erion Veliajit. Uroj t'jeni mirë, mirënjohje për qindra letra tuaja që më japin kurajë çdo ditë. Jam mirë, më i fortë, më i vendosur se kurrë në betejë me të ligën. Po postoj për gjithë rrëfimin e parë të një serie rrëfimesh nga ata që me ose pa dashje kontribuan në kurthin e ngritur ndaj meje, që prodhoi një hetim të paligjshëm nga anonimati, një vetim 20 vjeçar të gjithë jetësime nga rinia, një kryeqytet të sabotuar teksa ishte në kulmin e suksesit, një persekutim çnjerëzor të familjes sime dhe një izolim grotesk si të isha kriminal lufta apo drejtues kartelesh. Lexojeni se prej kësaj gënjeshtre të parë nisën protestat e rreme, u amplifikuan me kallëzime anonime, u ngjizën akuza me kërcënim dëshmitarësh dhe u bitis me shkallëmimin e kryeqytetit tonë Tiranës. Ndaj secili duhet ta lexojë apologji notariale të Gabriele Taroni Logninotti, si leksion për të ardhmen. E bëj këtë për disa grupe, për italianin që as më njeh dhe as e njoh, por që nisi një zinxhirje të shkatrues ngjarjesh që të kuptoj se nuk jam hakmarrës, por ai dhe kushdo tjetër këtu në Shqipëri duhet kuptojë që fjalët kanë peshë, dhe kur janë të rreme thyen karriera, qytete e familje, që do duan dekada të rikuperohen. Për të tjerët që u bën me vetdije apo me zell politik pjesë e këtij fabrikimi. Dua t'u them se un jam i burgosur, por nuk jam në burg. Jam i qetë dhe i çliruar në ndërgjegjen time. Shpresoj që të keni fuqi të çliroheni nga burgu i ligësisë suaj ku keni mbyllur veten. Pasi e vërteta e rrëfimit do t'ju bëj të lirë. Por më e rëndësishmja e bëj për çdo shqiptar që jeton me frikë mos përgjohet, kërkon linjë të sigurt të flasme të shtëpisë, kthen kokën pas mos po e ndjekin, vë gishtin mbi buzë se mos dëgjohet, apo fshet telefonin poshtë vitheve në karrike. Shqipëria nuk është një koloni penale dhe s'duhet lejuar kurrë kjo re e zezë frike që ka kapluar vendin në emër të drejtësisë së re. Ju përqafoj me mall të gjithëve, do të luftoj për vete dhe për secilin prej jush. Nuk kam parë kurrë zotin Erion Velia i të udhëtoj vetëm apo në pranitë personave të tjerë në Itali apo të takoj dikë, aq më pak që qëllimi i një vizite të tillë të kishte lidhje me inceneratorin. Nuk e kam takuar kurrë zotin Erion Velia as personalisht as në pranitë personave të tjerë, as në Itali as në Shqipëri, në Çokolati Italiani apo Tribe, dhe as nuk kam komunikuar me të, as personalisht as përmes personave të tjerë, me telefonata, mesazhe apo në ndonjë formë tjetër komunikimi. Nuk kam as njohuri as prova që zoti Erion Velia të ketë marrë pjesë apo të ketë qenë i përfshirë në blerjen e inceneratorit që kishim në Rumani. Të gjitha deklaratat që kam dhënë në lidhje me zotin Erion Velia në intervistat e mia për programin Piranjat në Syri TV, si edhe ato që kam lënë të kuptohet, janë të pavërteta dhe janë bërë prej meje në këmbim të premtimeve nga ana e këtyre mediave televizive dhe personave të afërt me to për përfitime financiare.